pamje mbreslënse. Abdullah ibn Omeri, radiallahu anhu, iftarin e hante bashk me të ngratët e, nëse familja e pengonte të hante me ta, nuk hante ushqim atë natë. Tregohet se ishte parë një pasanik në tendën e xhamisë ku shtroi iftari, duke u shërbyer punëtorëve dhe të ngratëve në kohën e ezanit të akşamit. Njerëzit vazhdojnë të jenë në hajër përderisa ta shpejtojnë iftarin. Mirë po, shpejtimi i iftarit nënkupton që në momentin e perëndimit të diellit të fillohet me ngrënie apo pirje. Por kjo nuk do të thotë të ngutemi në vozitje dhe të shkaktojmë ndeshje komunikacioni veç që të arrijmë iftarin. Mjafton për shoferin që kur të thrasë ezani i akşamit, nëse është rrugës, të çelë iftar me diçka të lehtë që ka me vete e nëse nuk ka asgjë, atëherë çelë iftarin me zemër që kështu të arrijë shpërblimin e shpejtimit të iftarit. Si qelet iftari si pas sunetit? Pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam e qelte iftarin me hurma të njoma para se ta falte namazin e akşamit. Po që nuk ishte të freskta, atëherë me hurma të thata dhe, po që nuk ishte hurma, atëherë me ca glënka ujë. Pejgamberi alayhis salam, kur qelte iftar thoshte: u shua etja, u lagën venat dhe u realizua shpërblimi insha Allah, dasht Allahu. U realizua shpërblimi insha Allah. Pëlqehet që kur qelim iftar të themi: u realizua shpërblimi insha Allah. Por me një hadith tjetër thuhet: mos të thot ndonjëri prej jush: o Allah më fal, nëse do. Ku është dallimi në mes tyre? Hadithi i parë ka ardhur në formë të kërkimit të bereqetit, të lajmërimit dhe të shpresuarit dhe nuk është lutje. Hadithi i dytë ka ardhur në formë të lutjes, ndërsa nga rregullat e lutjes është piksynimi, vendosmëria, përulja dhe këmbgulja. Fjalët në hadith: o Allah më fal, nëse do, të bëjnë të ndihesh që lutsi është i panevojshëm për dhuratën apo për shpërblimin e dhuruesit. Namazi i akşamit në Ramazan. Ezani i yacis në Ramazan në disa vende thirret më vonë se kur hyn koha e vet për gjysmë ore apo edhe më shumë. E gruaja, duke menduar që ka kohë për yacin, ndodh që të harroj ta falë akşamin në kohën e vet pa e ndjer fare. Dietari Ibn Uthejmini, Allahu e mëshiroft, thot: kohëzgjatja e akşamit është 1 orë e 15 minuta prej perëndimit të diellit, apo diku deri 1 orë e gjysmë, maksimumi. Syfyri. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: hani syfyr, sepse në syfyr ka bereqet. Prej bereqeteve të tij janë: me ngritje në syfyr e ndjekim rrugën profetike dhe dallohemi nga idhtarët e librit, sepse dallimi në mesaxherimin ton dhe të tyre është të ushqyerit në syfyr. Agjëruesi forcohet për agjërimin gjatë ditës. Ngritja në syfyr e lehtëson faljen e namazit të sabahut me xhamat. E largon gjaknxetësinë të cilën e nxit uria. Me ngritje në syfyr e arrin kohën kur pranohen lutjet. E lehtëson mundësinë për të bërë istikfar në kohën e syfyrit. Sa syfyri mirë për besimtarin është hurma. Pëlqehet vonimi i syfyrit në krahasim me iftarin që pëlqehet shpejtimi i tij. Syfyri në gjuhën arabe, sahur, llogaritet nga pjesa e dytë e natës. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: ngrihuni në syfyr dhe mos e lini atë, qoftë me një glënk ujë, nëse nuk ju mundsohet të hani ushqim, sepse Allahu e mëshiron dhe melekët e tij lutën për falje për atë që ha syfyr.